Kryeministri Kurti falenderoi kryetarin Hamza për bashkëpunim në kuvend me rastin e votimit të marrëveshjes ndërkombëtare. Kryetari Hamza shpreu gatishmërinë për koordinim partijak për çështje të interesit shtetëror kombëtar, u diskutua për zhvillimet politike në vend, e mëngjer dhe nevojën për të hapur një kapitull të ri të komunikimit dhe dialogut konstruktiv qeveri-opozit në të mirët e Republikës sonë dhe pluralizmit partijak e demokratik. Natyrisht, temë e bisedës ishte edhe çështja e zgjedhjes së presidentit, për çfarë kanë mbetur vetëm edhe 10 ditë kohë në bazë të afateve kushtetuese. U konstatua që bashkëpunimi është i nevojshëm duke qenë se duan së paku 2/3 e deputetëve të Povendit për votim të suksesshëm. Kryeministri Kurti nesër do të takojë kryetarin e LDK-s, Lumir Abdigjiku, ku sërish do të jetë temë bisedimi edhe zgjedhja e presidentes. Çështja e presidentit të Kosovës ka afat deri në 4 mars, por që ende nuk ka lëvizje nga kjo punë. Vjosa Osmani ka shprehur hapur synimet edhe për një mandat. Nga LDK-ja, kanë thënë që pa marrëveshje politike nuk votojnë për president. Shefja e grupit parlamentar të LDK-s, Jehona Lushaku Sadriu, ka thënë se janë të gatshëm të marrin pjesë në konsultime për zgjedhjen e presidentit duke mos përjashtuar mundësinë që të dalin me një kandidat të vetëm. Ajo madje ka theksuar se i tërë procesi duhet të bazohet në dialog ndërmjet subjekteve politike dhe jo të shtyhen kandidatura të njëanshme. Nga ana tjetër, kur erdhi në LDK, djali i Rugovës Kuka deklaroi se Vjosa Osmani është rugoviste. Besoi se gjithmonë ka bërë punë të mirë. Presidenti Osmani është një rugoviste, siç e dim të gjithë. Atë nuk mundemi me mohu. Të shohim tash çka do të ndodhë ditëve në vijim, kishte thënë më parë Rugova. Koçi, zoti Abdigjiku nuk ka kontroll të plot mbi deputetët e kësaj partie. Analisti politik Melzaim Koçi ka vlerësuar se LDK-ja ndodhet në pozita të vështira sa i përket zgjedhjes së presidentit, pasi 15 mandatet që ka në kuvend nuk janë të sigurta dhe brenda partisë ekzistojnë fraksione. Sipas tij, mungesa e kontrollit të plot nga kryetari Lumir Abdigjiku mbi deputetët e handikepon LDK-n në këtë proces dhe e bën pothuajse irelevante. Koçi shton se LDK-ja mund t'i lejojë deputetët të votojnë sipas bindjes së tyre për të shmangur një përçarje tjetër të brendshme. LDK-ja është në pozitë të vështirë lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit, ka në dispozicion 15 mandate, por janë mandate që nuk janë të sigurta. Brenda LDK-s ka fraksione dhe rrjedhimisht, Abdigjiku nuk ka kontroll të plot mbi deputetët e kësaj partie. Ky fakt në LDK e bën gati irelevant në çështjen e zgjedhjes së presidentit. Besoi që LDK-ja do të pajtohet që deputetët të veprojnë dhe votojnë sipas bindjes së tyre. Në të kundërt, LDK-ja rrezikon përçarje tjetër të brendshme, thot ai. Në përfundim, Koçi thot se LDK-ja nuk mund të perceptohet si bllokuese pasi nuk i ka votat për ta imponuar presidentin. Sipas tij, përgjegjësia mbi vetvendosjen dhe PDK-n, të cilat kanë mjaft mandate për ta shmangur krizën, duke shtuar se nëse vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të moszgjedhjes së presidentit, ato do të mbahen përgjegjëse. Deri tani nuk ka sinjale për përpjekje serioze për konsensus. LDK-ja nuk rrezikon të perceptohet si bllokuese sepse nuk ka numër të mjaftueshëm të mandateve për të imponuar emrin e presidentit të ardhshëm. Përgjegjësia më e madhe do t'ju bjerë vetvendosjes dhe PDK-s. Nëse eventualisht vendi shkon në zgjedhje të tjera të jashtëzakonshme për shkak të moszgjedhjes së presidentit, këto dy parti do të mbahen përgjegjëse sepse ka numër të mjaftueshëm të mandateve për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme. Njërisht, deri tani nuk ka asnjë sinjal që këto dy parti janë duke bërë përpjekje për të jetësuar konsensus për emrin e të parit të vendit, përfundoi ai. Hoxha, në demokraci parlamentare, presidenti zgjidhet me vota në kuvend dhe përgjegjësia për funksionalitetin institucional është kolektive. Ish komandanti i UÇK-s dhe njëherësh njohës i politikës ka thënë se LDK-ja përballet me dilemë. Nga njëra anë, interesi partijak mund të justifikojë mos votimin e presidentit pa marrëveshje politike, nga ana tjetër, kjo mund të shihet si prioritet e interesit partijak mbi stabilitetin institucional. Hoxha nënvizon se në një demokraci parlamentare përgjegjësia për funksionimin institucional është kolektive. Deklaratat e fundit nga kryetari Lumir Abdigjiku se pa marrëveshje politike Lidhja Demokratike e Kosovës nuk voton për presidentin e vendosin LDK-n përballë një dileme të rëndësishme politike dhe institucionale. Nga ana tjetër, deklarata e UK Rugovës se Vjosa Osmani është rugoviste prek një dimension identitar brenda LDK-s pasi trashëgimia e Ibrahim Rugovës mbetet shtyllë themelore e subjektit.
apo vendos LDK interesin partijak mbi vazhdimsinë institucionale. Kjo varet nga cili kënd e analizojmë. Nga këndvështrimi partijak, LDK-ja mund të arsyetojë qëndrimin si nevojë për konsensus më të gjerë politik, duke mos dashur të jap votën blanko pa marrëveshje për balancë pushtetesh. Kurse nga këndvështrimi institucional, nëse procesi bllokohet, mund të krijohet perceptimi se interesi taktik partijak po mbizotron mbi stabilitetin institucional. Në demokracinë parlamentare, presidenti zgjidhet me votë në kuvend dhe përgjegjësia për funksionalitetin institucional është kolektive, tha Hoxha. Sipas Hoxhës, vota e lirë brenda LDK-s do të tregonte pluralizëm, por edhe rrezik për çarje dhe perceptimin si bllokuese, sidomos nëse dështon procesi. Ai thekson se stabiliteti institucional duhet të mbizotrojë mbi interesin partijak dhe mbetet të shihet nëse do të dominojë kompromisi apo konfrontimi politik. Formalisht, grupet parlamentare zakonisht veprojnë me qëndrim unik politik. Megjithatë, në çështje me peshë simbolike, presioni për votë të lirë mund të arritet. Nëse do të lejojë votën e lirë, kjo do të demonstronte pluralizëm të brendshëm, por njëkohësisht do të ekspozonte ndarje eventuale brenda partisë. Nëse kjo ndodh, atëherë ekziston rreziku që LDK-ja të shihet si bllokuese. Ky rrezik vërehet sidomos nëse procesi dështon për mungesë kuorumi ose votash. Perceptimi politik shpesh ndikohet nga klima politike, narrativ mediatike dhe konteksti i përgjithshëm i marrëdhënieve mes pozitës dhe opozitës. Nëse Vjosa Osmani shihet nga njëra pjesë e elektoratit si vazhdimsi e linjës rrugoviane, atëherë mos mbështetja mund të interpretohet si distancim nga kjo trashëgimi, por nga ana tjetër LDK-ja mund të paraqesë qëndrimin si përpjekje për marrëveshje më të gjerë politike. Të gjithë duhet të dimë se sa e rëndësishme është stabiliteti institucional mbi kalkulimet afatshkurtra. Në fund, çështja kyçe është: a do të dominojë kultura e kompromisit apo ajo e konfrontimit politik? Kjo mbetet të shihet nga njohuria e edukata politike në Kosovë, se a ka mbërri edukata partijake të tejkalojë kufijt partijak për interesa shtetërore kombëtar, apo ende mendojmë politikisht për interesa personal, grupore partijak, përmbyll Hoxha për Bota Sot.